Dashur Bajram, të gjithë forcat që janë mobilizu në këtë front kombëtar, në këtë aleancë kombëtare, në këtë beslidhje, e kemi pa hile. Tu jemi në Tetov dhe i bashkangjitem dhe e mbështes tërësisht Zotin Sela. Në Tetov fiton Ohri, fiton Prespa, fiton Manastiri. Tetova është kryeqendër e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Tetova, të gjithë ju këtu sa jeni tetovar, këtë përgjegjësi kombëtare e keni shqiptarëve të kryeqytetin t'u aktheni. Dhe përgjegjësia është secilit prej nesh që të punojmë me të gjitha forcat që kemi për t'i bind njerëzit se vërtet këta që janë qoftë nivel lokal, qoftë të pamerituar që përpiqen të na përfaqësojnë në institucionet e shtetit, janë të pamerituar, janë pa asnjë kontribut në tërë këtë lëvizje kombëtare dhe në tërë këto punë të cilat kanë quar përpara çështjen shqiptare. Unë besoj, një gjak jemi, ecim përpara, vëllezër e mokërtara, bashkëveprimtar, bashkë-ushtarë, bashkë-luftarë, dignitetin t'u akthejmë shqiptarëve. Digniteti fillon shqiptarëve t'u kthehet në Tetov. Kokat, karerët, të gjithë janë në Tetov. Mobilizohej, organizohej, ne na keni mas në çdo situatë që ju na kërkoni, shefi i shtabit, tu, flak krone, se krenarin e kam pjesa nej, Teut, përgjithësin e keni Bashk, Faton, Asaf, deputeti, profesoresha,